kupton sepse janë të përgatitura, janë të qëllimshme. Nuk mund të gabohet gjithmonë. Pra tham gabimi një herë. Profe, një pyetje pak me spec. Mendon se është vrarë qëllimisht gegnishtja për të zhdukur çfarë do lloj lidhje me ilirët, pellazgët apo dhe me nënshkrimet, dorëshkrimet e antikitetit, sepse është gegnishtja dhe Chelsea. Më thënë, si quhen juve studiuesit e gjuhës shqipe, fonemat, fonetika, është fonetika ajo që zbërthen gjuhën. Jo vetëm gegnishtja ka mrekullinë e saj, një gjuhë e thjeshtë. Sa më thjesht është në aspektin e shprehjes, sa më pak rrokje ka për të ndërtuar një fjalë apo sa më pak fjalë ka për të ndërtuar një fjali, ajo tregon forcë dhe gjenesë. Gjuha gege është sulmuar qëllimisht për të zhdukur identitetin e themelimit të gjuhëve evropiane nga ilirishtja. Është sabotuar qëllimisht. Është absolutisht e vlefshme dhe tosërishtja që unë e du se janë ne gegetos, jemi dy vëllezër, pra jemi dy vëllezër në mënyrë pa diskutueshme. Por ama duhet të thojmë të vërtetën. Mbrapsja e paskajores, heqja e paskajorja është traumatike që është zhdukur nga shqipja. Dhe ajo gjen bazë vetëm në gegnisht. Fjalë një rrokshë që janë pa çdo gjë. Ku diun, tash nuk më vjen za. Është i vetmi dialekt që ti mund të ndërtosh pafund fjali, një fjali që nuk mbaron vetëm me folje. Se me pas një muhe, me digjue, me kapërcyje, me kalue, me knue, me trektue. Paskajorja. Po pra, paskajorja. Pra, është vrarë, pse do thoshe ti, ku e kam kuptuar unë profe? Unë ta thash pasionin tim për arkeologjin, edhe kam gjetur te History Channel, nuk e di, aty në base nuk është futur lobi grek, i ka shpëtuar, sepse do të bëj edhe një pyetje tjetër për një frazë që kam dëgjuar, që ta kesh tani, unë kam lexuar vlla, që nga 1974 deri 1976, 10 profesor të Harvardit të sponsorizuar nga lobi grek kanë ndryshuar mitologjin, kanë ndërhyrë mitologji dhe sot e kësaj dite që ne flasim, katedra e mitologjisë greke është në pezullim, sepse po bëhen ristudime për ta ricertifikuar. Dhe në të njëjtën kohë është bërë gjyq zyrtare në Harvard gjuha shqipe, është hapur katedër për gjuhën shqipe. Por këta pizivenkët tanë që kemi këtu, këta, më falë për shprehjen dhe respektin që kam drejtë, ta halet që kontrollojnë Shqipërinë, janë të gjithë paguar nga lobet e huaja, o miku im. Pra, këtu nuk flitet për Shqipen, Shqipja këtu është e përçudnuar. Këtu Shqipja po vritet dita ditës, sepse ka vetëm njerëz analfabet funksional. Unë nuk jam që ti mos dish gjuhë. Ti që merresh me latinisht apo me greqisht lashtë apo me italisht, ta mirë kuptoj vlla që ty nuk të vjen një shprehje shqip direkt sepse ke mbivendosi gjuhësh te koka jota. Por një njeri që nuk praktikisht shkon vetëm në Turqi për pushime apo në Itali 3 ditë, 4 ditë, dhe të filloj tani ta vrasi gjuhën shqipe, ky është disrespekti i parë që bëhet karshi vendit tënd. Por ajo që duhet thoshe për të History Channel, se do flasim pak më vonë për këtë lobit grek, është zbuluar vari i Ramsesit të dytë nga hieroglifet, nga një albanolog francez në fund shekullit 19, kur janë bërë ato të Leon Reit, ekspeditat e Leon Reit në Egjipt, dhe këti vinë të printuara shkrimet mbi varr, se ishte zbuluar një varr në një piramid. E di si është gjetur Ramsesi si shkruaj? Me fonetikën e gjuhës shqipe. Pra ky zotria është futur 2 muaj morfologjisë, sintaksës dhe fonetikës gjuhës shqipe për të zbërthyer 3 simbole që unë do t'i them tani. Dielli është futur në gjermanisht, në anglisht sun, soleil, sani, sfinte as logjoje. Po dhe në shqip diell. Pastaj kur kalon diell, ç'a bën dielli? Rrëzon rreze, jep rreze, lshon rreze. Po ç'a bën drita? Drita bie. Domethënë ra drita. Ra. Juve gjutaret i dini se si ti bëni këto shkurtimet, pse duhet tiki kjo tjetra, unë si futem asaj së gjë, se mund t'i mësoj gabim njerëzit. Po doli te rënja ra.
Simboli dytë ishte M-ja, lumi. Ke parasysh lumi, një M me 4 xhepa. Si bën lumi? Se ai e kapi thelbin që te raja. Tension. E shkruajti aty M. Gjethet me zogun. Është hieroglif tjetër, është një zog me gjethe që ikin, që i merr era. Si bën gjethet? Kur e ka zbuluar që e bashkoi Ramses, ka kaluar 28 ditë në koma. Dhe këtë e ka bërë me zbërthimin nga gjua shqipe, praktikisht nga jo paskajorja, praktikisht nga dialekti geg. Dhe duke menduar të bëj një lloj logjike, duke menduar se çfarë i solli botës shqiptare komunizmi, dhe duke ditur se nga kush u financua dhe kush u krijua komunizmi shqiptar, nga Dushamu Gosha dhe Miladin Popovici, dy kriminal dhe agent UDB-s, merr kuptim pse në 1970 u bëi kongresi i famshëm që të zhdukej Gegnishtja dhe të standardizohej, sepse ne themi Gegnishtja, po toskërishtja, o miku im, është çamçja. Ajo që ne veçojmë gjuhë çame, dialekti çam, çish vate, çish bëne, çish bënet bënet, po çish do vi. Pra kjo është toskërishtja e thellë. Ajo e mollozve, ajo e gjithë me radhë. Pra, për genocidin çam nuk flet njeri, madje sot nuk flasin më as çamët. Dhe për vrasjen e Gegnishtës nuk flet njeri vlla. Dhe ka dal kjo na qeta. Do të thënë, edhe Gegnishtja degradohet në dialektizma provincial, siç bëhet në për zona të izoluara. Dhe gjithë ideja ime është tezat e Çubrilovicit morën jetë, miku im. Sepse ti e the shumë bukur që parë. Nuk ka se si të vrasësh i kom më mirë se po ti vrasësh gjuhën. I vrave gjuhën, mbaroi kombi. Pra, neve shkrimin ton nuk e gjen në asnjë lloj vendit botës, kështu siç jemi mësuar neve sot, me ëra, me çëra, se gjen dot. Edhe thua, shiko se ne nuk kemi lidhje me ata ilirët, se gjua nuk është e njëjtë. I shikonti grekët hieroglife kanë tashi, hieroglife kishin dhe atëherë. Ndërkohë që kushurinë e mi të rritur në Greqi e kishin më të lehtë mësonin greqishtën Helenën e vjetër se sa greqishtën tani. Pse? Sepse morfologjia atij ishte e njëjtë me ndërtimin e fjalive tona. Po çfarë kemi neve? Neve kemi një grumbull idiotësh funksional, të cilët janë hajna, në raste më të mirë janë hajna, që luajnë në tregun e zi, duke tregtuar çdo lloj ikone të mundshme që gjendet në tokën shqiptare. Pra, të kesh Apollonin, të kesh Durrësin, me universitetin më të vjetër në Europë, të kesh gjitha emra që më theti mua, Ndre Leshi, Nikola Thomaj, që ne nuk i njohim, dhe ka shkollë Vasil Shanto, Vasil Shantiç, pedofile dhe vrasës serb, tjetë shkollë 9 vjeçare në Tiranë dhe mos të ketë një shkollë Nikola Thomaj, po kjo është e tmerrshme vlla. Dhe pyetja ime për ty, se u zgjata shumë në elaborim, pyetja ime për ty është si e parashikon ti të ardhmen e këtyre pasardhësve ilirik. Dhe në qoftë se neve do kishim mundësi të flisim me një ilir, a do ishte i çnderuar ai, do ishte i turpruar nga ajo çfarë do shifte nga pasardhësit e vet? Filloj nga kjo e fundit. Po. Unë kërkoj që të hy në mentalitetin dhe në personazhin e një ilirit të asaj kohe. Po. Do të rondidhej pafund. Do të rondidhej pafund kur të shikonte se qëllimisht kush ka mundësinë që të bëj për vendin ton, qëllimisht o e saboton atë, ose e ndal vrullin që të esim përpara. Ti me shumë drejt të the që lobet punojnë dita ditës për të esë përpara kombet e tyre. Po unë nuk jam kundër tyre sepse shumë mirë bëjmë. Që është që duhet të bëjmë ne atë që nuk e bëjmë deri më sot. Në Shqipëri, për fat keq, kemi 2 kategori historianësh, të cilët është e pamundur që të shkruajnë historinë e vërtetë.
o janë të kapur nga sistemet të kaluara, Po. nga agjentura të kaluara, edhe në rast se ato në rastin më të mirë dojnë të çojnë zërin për diçka, menjëherë janë nxjerrin dosjen dhe ja ballafaqojnë dhe tërhiqen. Ose e dyta janë njerëz mbase dhe të ndershëm disa që i dinë gjëra dhe kjo është gjëja më tronditse, por janë bukaxhi thonë në Shkodër, që kanë frikë se humbin vendin e punës apo humbin atë rrogën mujore dhe heshti. Po heshtja është kompleksitet. Është një lloj si ai që e saboton dhe ai që hesht. Një lloj fajtor janë. Është fajtor. Një lloj fajtor. Po. Ne kemi, jo se e them unë, e thojnë veprat. Një unicitet të jashtëzakonshëm në aspektin individual. Në aspektin individual shqiptarët janë të parritshëm. Ti shikoje shqiptar edhe kthehemi të gjuha prap që livrove parë diskutimin. Pse shqiptari kudo që shkon e mëson gjuhën si Vendaliu? Kudo që shkon. Qoftë me shkollë, qoftë pa shkollë. I shikon shqiptar që e flasin mas pak muajve ose pak viteve në mënyrë perfekte gjuhën, kudo që ato shkojnë. Sepse është zanafilla gjua shqipe, është zanafilla gjithë tyre gjuhë që ne kemi sot në Evropë. Në qoftë se ne vazhdojmë edhe e sabotojmë atë, do kemi pengesa, por jam i bindur që koha tyre është drejt fundit. Energji të reja janë duke ardhur. Pasi sot nuk blohet ma dielli me shosh, janë konkrete. Ne kemi fatin që kemi një vend shumë mik të Shqipërisë. Ky vend ku unë jetoj që është Italia, dhe jam i bindur që është vendi më liberal për këto gjëra, vendi më i hapur. Sepse aty është historia. Është historia. Dhe këtu gjen pafundësisht dokumentacion të vlefshëm për lidhjen me Shqipërinë. Pse janë individualisht shqiptar të jashtëzakonshëm? Sepse individualisht janë shumë herë të pakapshëm. Nuk i kap kush. Kur bën grup, e kapin kryetarin. Dhe duke kap kryetarin, kanë kap gjithë grupin. Në qoftë se blejnë kokën e grupit, i kanë blejtë gjithë. Pra, individualisht shqiptarin është e vështirë. Shqiptarit bën karrierë kudo në Evropë. Po të shikosh, shqiptar 30 vjet parë, 20 vjet parë kanë shku me durë në xhepa. Kudo që kanë shku. Okej? Me këpucë të grisura, sot i ke me bizneset e tyre, i ke me universitetet më të mira, i ke në përpika strategjike në shumë